Orët e para të mëngjesit të së shtunës solli një tragjedi në aksionogor Lezhë Milot, ku një përplasje e fortë mes dy automjeteve rezultoi me 2 viktima. Ngjarja ndodhi rreth orës 01:30, ku një mjet i drejtuar nga një 33 vjeçar dhe një tjetër nga një 66 vjeçar u përplasën. Si pasojë e aksidentit humbi jetën shoferi 66 vjeçar dhe pasagjeri 52 vjeçar që udhëtonte me të. Sipas hetimeve paraprakën në vendin e ngjarjes, aksidenti mund të ketë ndodhur si rezultat i kombinimit të disa faktorëve, kushtet atmosferike me rreshqe të dendur shiu, duket se ndikua në uljen e kontrollit mbi automjetin. Përveç kësaj, pozicioni gabuar në garrexhat i mjetit të drejtuar nga 33 vjeçari ruajti rol vendimtar. Testi i alkoolit i kryer ndaj tij rezultoi pozitiv, duke treguar se ndodhej në gjendje të dehur. 33 vjeçari u arrestua menjëherë pas ngjarjes, ndërsa grupi hetimor i policisë po vazhdon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, duke përfshirë edhe shkallën e përgjegjësisë dhe çdo faktor tjetër që mund ta ketë shkaktuar tragjedinë. Ngjarja rikujton rëndësinë e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor, sidomos në kushte atmosferike të vështira, dhe nxit nevojën për kontrolle më të rrepta ndaj drejtuesve të mjeteve në gjendje të ndehur.